Padyshim këto kohë të fundit, rrjetet sociale janë mënyra më e mirë për ta promovuar veten, e në anën tjetër një fjali apo edhe një foto e thjesht hap debate dhe sjell për plot pashëtheme. Storia që do e ndjekim në vazhdim ka të bëjë me profilet e disa prej fytyrave tona publike në rrjetet sociale. Sa kanë fansa, cila është më e pëlqyera dhe sa janë të afërta ato me fansat e tyre. E ndjekim në vazhdim. Rrjetet sociale për momentin janë më të përdorurat anë mban botës, ku njerëzit shfrytëzojnë internetin. Së fundmi janë cilësuar si mjetet më të mira për të promovuar veten apo dhe kompanitë të caktuara. Edhe pse mbetet mënyra më e mirë për promovim, nuk bën të lihet anash edhe mendimi se sot teknologjia udhëheq me njerëzit, përderisa pak vite më parë ishte e kundërta. Në botën e show biznesit kemi edhe profile falso të famshmëve, mirë po kjo nuk do të thotë që edhe të famshmet nuk kanë profilet e veta ku promovojnë të rejat e tyre dhe qëndrojnë afër me fansat. Përafërsisht me statistikat e internetit, populli shqiptar nëpër botë arrin numrin mbi 10 milion. To shohim se sa fansa kanë personazhet e estradës në rrjetet e tyre sociale, duke marrë parasysh se edhe numri i këtyre fansave mund të falsifikohet. Sot për ju do të sjellim top 10 fytyrat publike më të ndjekur nëpërmjet internetit. Vendi 10 i takon reperit Rigel Srajku, apo i njohur ndryshe me emrin Noizi, i cili fansa në faqen e tij zyrtare në Facebook ka rreth 95.645 lajka, ndërsa në Twitter ai mbledh 6.190 ndjekës të rejave të tij. Pozita e 9 i takon njeriu që braktisi muzikun për një kohë, e që si duket do të rikthehet së shpejti. Ledri Vula, ai në Twitterin e tij ka jo më pak se 39.679 ndjekës, ndërsa në Facebook mbledh mbi 53.000 fansa së bashku me miq. Vendin me numrin 8 rëmben këngëtarja Dafina Zeqiri, sido që tjetë, edhe pse me disa probleme sa i përket faqeve të saj në internet, ajo po mbledh në Twitter 79.013 ndjekës, ndërsa në Facebook, duke dyshuar në origjinalitetin se është zyrtare, ajo ka 46.012 fansa. Vazhdoj me numrin 7, labeli Pind me 72.722 like në Facebook e 39.667 ndjekës në rrjetin Twitter. Numri 6 në pozicionet e fansave në rrjetet sociale e grabit labeli Baba Stars. Ata në Twitter mbledhin së bashku 57.672 ndjekës e në Facebook 96.924. Këngëtarja Altuna Sejdiu pas klipit të fundit shtoi fansa në 2 rrjetet, kështu duke u radhitur e pesta në listë me rreth 19.028 ndjekës në Twitter e 232.371 fansa në Facebook. Modeli Aferdita Dresha e pas rastit të shumë portfolio me Leonardo DiCaprio shtoi numrin e ndjekësve të internetit në të gjitha rrjetet sociale, duke kapur pozitën e 4 me rreth 243.219 ndjekës në Facebook, ndërsa është ndër të pakta shqiptare të verifikuara nga rrjeti social Twitter me afro 20.352 ndjekës. Genta Ismaili radhitet në listë e treta me rreth 473.989 ndjekës të faqes së saj zyrtare në Facebook, e me më pak numër ajo është në Twitter, me 8.726. Numrin 2 e zotron sipas fansave këngëtarja e njohur për skandale Bleona Qereti, me rreth 139.516 Twittersa. E më shumë ndjekës ka në Facebook me rreth 569.307, edhe pse thuhet që nuk është numër real pasi që shumë klikime janë shtuar falso. Numri më të lakmuar nga të gjithë, apo pozitën e parë, kush tjetër mund ta ketë përveç se ylli shqiptaro-angles Rita Ora, e cila zotron jo më pak se 2.672.979 Twittersa e në Facebook qëndron pagës më dobët, me rreth 1.514.616 fansa, që i bie se mesatërja fansave me numër të internetit është mbi 4 milion. Duke ditur se edhe like në faqet oficiale të artistëve mund të shtohen në mënyrë ilegale, kush i shtoi e kush i ka reale, më së miri i din ata vetë.